Në të tjera informacione do shkojmë në një lidhje tjetër të drejt për drejt në këto momente. Jemi në krye qytet me gazetarin Enkel Xhangoli, i cili ndodhet në Selim Blu në krye qytet. Të përshëndes Enkel, atëherë ka nisur tashmë mbledhja e kryesisë së Partisë Demokratike, kur ka nisur çfarë pritet të përcaktohet në këtë mbledhje. Mbledhja ka filluar prej orës 14, ndonë se një mbledhje e zgjatur, dhe të themi kjo e kryesisë së Partisë Demokratike. Në fokus ka patur pikërisht zgjedhjen e kryetarëve të degëve të Partisë Demokratike, në ato degë ku kryetarët e degëve dhanë ndërheqjen për shkak se hynë në primare para zgjedhjeve të 11 majit për të zgjedhur kandidat për deputet. Në fakt ka qenë diskutime të gjata nëse këto zgjedhje duhet të mbahen para apo pas analizës së Partisë Demokratike. Ndërkohë duhet të theksuar se bëhet fjalë për degën e Elbasanit, degën e Sarand, Himar, Dibër dhe degën e Kasharit këtu në Tiranë. Por pas diskutimeve, të paktën deri më tani, është vendosur që këto zgjedhje të mbahen pas analizës që do të bëhet në Partinë Demokratike, në mënyrë që nëse do të ketë edhe apo do të dalë përgjegjës edhe kryetarët e degëve nga humbja që ka pasur Partia Demokratike në zgjedhjet e 11 majit, sigurisht që do të jetë pjesë analizës dhe sigurisht që do të ketë edhe këto penalizimet edhe në bazë të përgjegjësive që ata do të kenë. Por të paktën deri më tani, dhe pse një mbledhje e gjatë, nuk ka patur diskutime për sa i përket aksioneve apo një datë konkrete për një protestë kombëtare. Sigurisht që kryetari i Partisë Demokratike ka dhënë mesazhe dhe anëtarëve të kryesisë që të mobilizohen në terren, të komunikojnë me strukturat dhe të janë strukturat ato që të komunikojnë me qytetarët për të qenë gati për një protestë kombëtare, ndonë se ende nuk ka një datë konkrete. E qartë. Të falenderoj atëherë Enkel për momentin, do të kemi lidhje të tjera të drejt për drejta, pikërisht për të parë dhe ecurinë e mbledhjes së kryesisë Partisë Demokratike.